Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Por I kthehemi inshallah pas një pauze të gjatë, alhamdulillah, dhe kemi mbetur tek nën kapitullit të pastërtisë, e që është gusli. Përshtatshmëria e kësaj teme që e bën autori, besoj është e qartë përderisa deri tash në derset e fundi kemi folë për abdesin, atëherë kjo do të thotë largimi I hadithit të vogël, ashtu siç e quajnë dietarët, shkak se është kusht prej kushteve të disa adhurimeve që nuk bëhen pa abdes. Atëherë është anë rrugës që të flitet tash edhe për guslin, që njeriu me u pastru prej gjunullakut, për shkak se prap nuk lejohet disa adhurime që të bëhen duke qenë në atë gjendje, siç është namazi, leximi I Kuranit e kështu me radhë. Gusli është për qëllim pastrimi I gjithë trupit në një formë të veçantë, ku I marrim pastaj inshallah ato sunetet e si do të jetë forma e guslit, mirë po, në terminologji të fikut është për qëllim pastrimi I gjithë trupit në një formë të caktuar nga gjunullaku. Dhe gjunullaku është për qëllim kur njeriu I del sperma nga trupi I tij, po dhe janë disa gjëra të tjera të cilat e obligojnë guslin që tash kemë me fol inshallah. Sa I përket guslit, kjo ka bazë në Kur'an, Sunet dhe po ashtu me ijma, se një gjë e tillë është obligative. Për shembull, kemi hadithe, kemi ajetin nga Kurani ku Allah subhanahu wa taala thotë: "Wa in kuntum junuban fattaharu." Nëse jeni në gjendjen si junublak, atëherë pastrohuni ose merrni gusull. Po ashtu hadithe tjera që tash kemi me përmend inshallah kur fillojmë me përmend ato gjëra që obligojnë guslin. Mirë, autori vazhdon dhe thotë: "Mujibatul ghusli sab'atun." Ato gjërat të cilat e obligojnë guslin janë 7. Dhe fillon me I përmend. Dhe gjëja e parë që përmend thotë: "Khurujul maniyyi min makhrajihi biladha." Thotë dalja e spermës nga vendi I tij, I saj biladha, që është për qëllim me epsh. Mirë. Sa I përket kësaj mesele, atëherë I kemi 2 gjendje tek personi. E para është duke qenë në gjumë, ose gjendje e ngjashme me të. Gjendja e ngjashme me të kemi për qëllim, për shembull, nëse është njeriu I pit, që gjërat të cilat kanë ngjashmëri me gjumin, që është zakonisht humbja e logjikës, ose që njeriu nuk është në vedije. Në këtë rast obligohet gusli. Për shkak se kemi tekst për këtë, dhe për këtë çështje është hadithi I Ummu Salama që radhiyallahu anha, që I ka thënë pejgamberit e përmend që I ka ardhur një Ummu Sulejme pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka pyet. Ka thënë: "Hal 'ala al-mar'a min ghuslin idha hiya ihtamalat?" A është obligim për gruan, nëse ajo ka pa ëndër ose ka ejakulu gjatë natës, a është obligim gusli për të? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka thënë: "Na'am, idha ra'at al-ma." Po, nëse e ka pa që është lagër, për qëllim e ka pa ujin që ka dalë. Atëherë kjo është argument që gjatë gjumit ju kujtu ëndra, për shembull, nëse ka qenë për shkak një ëndre ose apo jo, prap është obligim gusli dhe do të më marr gusull. Gjendja tjetër është
dalja e spermës duke qenë zgjuar. Dhe kjo i ka tash dy mesele. Nëse është me epsh ose nëse është pa epsh. Mirë. Nëse është me epsh, domethënë vetë se e përmendi autori. Domethënë nëse është me epsh, këtu ka ittifak se pajtueshmëri tek dietar që një gjë e tillë e obligon gusl patjetër. Dhe për këtë çështje ka argument ku është hadithi i Aliut radhiyallahu anhu që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam idha fadaghta al-ma'a faghtasil. Nëse do të fadagh, al-fadgh është për qëllim nëse ka dalë domthon uji, që këtë rast uji është për qëllim domthon sperma, nëse ka dalë fuqishëm domthon që është për qëllim dhe me epsh, atëherë thot faghtasil, domthon është urdhër pastroho ose merr ghusull. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër ka thënë innama al-ma'u min al-ma'. Me të vërtetë uji është prej ujit. Domthon për qëllimi i parë, uji i parë është pastrimi i trupit. Domthon që ky pastrimi gusli është për shkak këtij ujit që është për qëllim spermës. Ky është hadithi i Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Domthon këtë rast atëherë duhet me marr ghusull patjetër. Pastaj është meselja tjetër nëse është pa epsh. Në këtë mesele gjumhuri e ulemave kanë thënë se nuk obligohet. Nuk obligohet nëse është i zgjum dhe ka dalë sperma pa epsh, nuk obligohet ghusli. Ndërsa këto kanë kundërshtu Shafit, ku Shafit thonë në çdo formë duhet me marr ghusull. Domthon doli me epsh apo doli pa epsh, vetëm ajo vetëm pse ka dalë sperma, vetëm kjo arsye nëse është, atëherë këtë rast i bëhet obligim një gusli. Edhe janë argumentu me hadithin innama al-ma'u min al-ma' që thanëm që uji është prej ujit, atëherë ka thonë këto po përgjithëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë. Mirë po, ne themi se ky hadith përveç se është abrogu pas me një hadith tjetër që nuk është vetëm dalja e spermës patjetër, por për shembull çush janë marrëdhëniet seksuale, edhe nëse nuk ka dalë sperma, prapë bëhet obligim, sepse në fillim kur ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith, ka qenë një lehtësim te më herët që edhe nëse kanë bërë marrëdhënie seksuale mirë, por nuk ka dalë sperma, atëherë nuk është bërë obligim gusli, pastaj është abrogu edhe është bërë obligim gusli, vetëm me marrëdhënie seksuale ka dalë sperma por nuk ka dalë. Edhe tjetra çështje është që kur themi al-ma' do të është për qëllim uji i njohur që është sperma dhe është për qëllim kur del me epshe, do të thonë me arsye dhe jo pa arsye përveç tekstit që e kemi më lart, do të thonë që folëm për gjumin që kemi tekst specifik për atë çështje. Ndërsa kur është thut, atëherë kur themi dalja e spermës është për qëllim që ti ke shkaktuar atë gjë dhe duhet me dalë me epsh. Edhe argument tjetër është për këta idha fadaghta al-ma'a faghtasil, që e përmendëm më herët, që nëse ti ke shkaktuar, domethënë ka dalë sperma, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga ti, domethënë me epsh fuqishëm, atëherë merr ghusull. Që do të thotë, kjo është ajo ilja ose arsyeja që njeriu t'i bëhet obligim i gusli. Andaj mendimi më i saktë këtë çështje është se nëse ka qenë njeriu i zgjuar edhe nuk është dalë domethënë sperma nga ai me epsh, atëherë nuk obligohet gusli. Qysh mundet me kanë ky rast? Ky rast domethënë është i njohur që njeriu mundet me i dalë për shembull sperma për shkak të peshave të rënda që mundet me i qu, ose për shkak të ftohtit të madh ose lodhjes e kështu me radhë, mundet domethënë me dalë diçka prej spermës. Janë shkaqe të cilët dihen. Mirë po, ne i themi që në këtë rast atëherë nuk i obligohet gusli me lejen e Allahut, edhe njëkohësisht sipas mendimit inshallah më saktë se sperma domethënë është e pastër dhe
në atë rast nuk ka nevojë njeriu as mu angazhu që me pastru, përveç nëse i pengon, mundet me largu. Se përket kësaj çështjes, domethënë tek gjumi, po kthehemi pak, njeriu i ka disa gjendje kur të zgjohet. E para, nëse e shet që është lagur. E para është nëse ai është i bindun që ajo që e ka pa është sperma, me ato shenjat të cilat mund dihet. Nëse është i bindur që ajo është sperm, atëherë i bëhet obligim gusli. Çështja e dytë është nëse ai nuk është i bindur që kjo është sperm, atëherë këtë rast nuk i bëhet obligim gusli. Përveç nëse është e sigurt që ajo që është lagur është sperm. Çështja e tretë është nëse nuk e din. E ka pa që është lag, mirë po nuk e din tash që ky uji ato është sperm apo është diçka tjetër. E këtu ka tash detajizim pak të kësaj mesele. E para thonë nëse ai e kujton që ka pa ëndër, që ka mujt me shkaktu një gjatë tillë, atëherë thënë në këtë rast, edhe nëse nuk e din, duhet me marrë se është sperm. Duhet mu pastru, nëse e kujton ëndrën. Pastaj çështja tjetër, nëse ai nuk e kujton ëndrën, mirë po, para gjumit, ka pas mendime që kanë shkaktu epsh tek ai, atë në këtë rast themi që duhesh me lanë në hukmin ose në gjykimin e medhiut, ose që nuk është sperma, po është një lëng tjetër e cili del për shkak të epshit, në këtë rast nuk obligohet gusli, mirë po thjesht duhet me pastru vendin për shkak se është e papastër. E nëse është as nuk i kujtohet, as nuk i kujtohet që ka pa ëndër, ose as nuk i kujtohet, as nuk ka pas ndonjë mendim ose diçka para gjumit që i ka shkaktu epsh, atëherë në këtë rast ka khilaf mes ulemave, disa thonë që është obligim gusli, si sigurt, me kanë më i sigurt, e disa kanë thënë nuk është obligim për shkak se në origjinë ti nuk je obliguar të bën diçka të tillë, kur nuk ke asnjë argument që të bind në atë çështje, ndoshta më afër kjo është më saktë, inshallah. Mirë, kjo ka domethënë mesele që ka të bëjë me këtë çështje. Pastaj autori po e përmend një çështje tjetër dhe po thotë wa intiqaluhu, kalimi i spermës nga vendi i saj. Me këta janë veçu mëdhhebi Hambeli dhe kanë thonë se obligon guslin. Çka është për qëllim kjo intiqaluhu? Është edhe nëse nuk ka dalë, kanë thonë sperma, mirë po nëse ka dalë pe atë origjinës ku buron, për shembull nëse sperma vetë se njeriu e ndjen që gati është me dalë, është në organ, Allahu i nderoft, atëherë në këtë gjendje thonë pra bëhet obligim, edhe nëse nuk ka dalë, sepse vetë se ka dalë pe vendit ku ajo buron, ku formohet. Mirë po, kjo është mendim që janë veçu Hambeli, ndërsa xhumhuri thotë jo, nuk e obligon për shkak të haditheve që i përmendu më herët. E para hadithi që përmendu që e ka pyet ajo gruaja pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë na'am idha ra'at al-ma, por nëse e ka pa ujin që është për qëllim sperma, e ka lidh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë çështje me diçka që shihet, nëse e ka pa që është sperma, atëherë po i bëhet obligim gusli dhe nuk mundna me thonë që veç pse ka qenë afër daljes sperma, mirë po nuk ka dalë, me thonë është bëhet obligim për shkak se vetë se sperma ka lëviz tashme. Edhe është hadithi tjetër që e përmenu innamal ma'u minal ma', me të vërtetë uji është prej ujit, gusli bëhet për shkak të daljes së spermës, andaj kjo është mendimi më i saktë dhe mendimi i Hambelive në këtë rast nuk e marrëm parasysh. Pastaj çështja tjetër që përmend autori thotë wa taghibu hashafatin fi farjin aw duburin walau li bahimatin aw mayitin bila ha'il. Mirë, në formë të përgjithshme është për qëllim marrëdhënia seksuale, edhe pse autori këtu po e detajizon se çka është për qëllim kjo kur i bëhet obligim gusli. Po thotë utja e kokës së organit thotë në
vagin ose në anus. Mirë, spari do të me ditë vllazni se kur t'i përmendin dietarët këto çështje janë sa i përket për shkak të gjykimit. Nuk është për qëllim që tash nëse ka përmend këtu që ose në anus se kjo gjë e tillë është halal. Padyshim, kjo gjë është haram dhe është ndaluar dhe është prej gjinohave të mëdha. Dhe asesi muslimani nuk do të me vepru një gjë të tillë. Mirë po, a mundet me ra muslimanin këtë çështje? Bjen. Andaj neve na nevojitet gjykimi për atë çështje. Nëse e ka bën një gjë të tillë, atëherë apo i bëhet obligim apo nuk i bëhet obligim gusli. Andaj autori këtu e përmend ose fuqahat përgjithësinë e librat e fikut e përmendin dhe jo pse është halal. Mirë po, neve na nevojitet gjykimi për të. Dhe thot nëse futja e organit, do të kokës së organit në organin e femrës apo në anus, atëherë thot bëhet obligim gusli. Dhe kjo është duke u argumentu me hadithin e Abu Hurajres radiallahu anhu në dy sahihat që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam idha jalasa baina shu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Nëse don ka hyp sipër saj dhe ka bë marrëdhënie me të, vetë se është bërë obligim gusli. Edhe një hadith tjetër tek Muslimi thot wa in lam yunzil, edhe nëse nuk ka dalë sperma, edhe nëse nuk ka dalë sperma, atëherë prapë është obligim gusli. Ataj kjo, duke marrë parasysh këtë çështje, themi që është obligim vetëm nëse organi ka hyrë në organin e femrës apo në anus, duke u bazuar në hadithin tjetër edhe nëse nuk ka dalë sperma. Edhe pse si mendim përmenden disa sahat për shkak të asaj që përmendëm pak më herët që në fillim ka qenë një lehtësim i tillë, mirë po pastaj është abrogu me këtë hadith, është abrogu hadithi tjetër që e ka lidhë çështjen vetëm me daljen e spermës. Edhe pse u ka qenë ky mendim te disa sahabë, pastaj disa sahabë janë kthy prej këtij mendimi, prej asaj që është transmetuar te ta dhe është bërë i ditur ky hadith. Andaj padyshim që marrëdhëniet seksuale edhe nëse njeriu nuk i ka dalë sperma prej tij, atëherë padyshim që është obligim. Pastaj autori e përmendi edhe një çështje tjetër këtu, Allahu na ruaj prej saj, na prap thanëm që autori e bjen për shkak të gjykimit. Thot edhe nëse njeriu ka bë marrëdhënie me një kafsh, Allahu na ruaj prej kësaj gjendje që është në kundërshtim me natyrshmërinë, apo me një grua të vdekur, atëherë thot prapë se bëhet obligim gusli. Prapë bëhet obligim gusli, edhe pse këtu ka khilaf disa dietarë, mi ka autori për përmend se kjo bëhet obligim. Nëse njeriu vepron një gjë të tillë, Allahu na ruaj, thot është obligim gusli. Mirë. Çështja e tretë që autori përmend thot wa islamu kafirin. Wa islamu kafirin, dhe ai që hyn në islam. Dhe në gjëja tjetër që obligon guslin është hyrja në islam e personit. Dhe kjo është mendimi i Hanbelive, siç po e përmend edhe autori. Kjo për shkak të hadithit që është transmetuar prej Qais ibn Asim, që thot أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء سدر, që kur ka pranu islamin e ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me u pastru me ujë edhe me sidër. Kjo nuk është për qëllim sidrin këtë rast që është obligim, mirë po mënyra argumentimit është te uji, që e ka obliguar me u pastru me ujë, domthon me marr gusull. Dhe ky argument thonë aludon në këtë çështje se ai i cili ka pranu islamin duhet me bë gusull. Mendimi i dytë në këtë çështje, që është mendimi i mëdhëbeve tjera, ose një prej mendimeve të mëdhëbeve tjera, që është obligohet nëse ka gjëra që ja kanë bërë obligim guslin edhe nuk e ka bë. Domthonjë nëse e ka pranu islamin ai person, edhe ato
vetë se i ka parapri atina diçka që e ka bë obligim, për shembull ka bë marrëdhënie seksuale, edhe nuk i ka shku gjatë, domethënë edhe ka pranu Islamin, atëherë thot në këtë rast atij do të më u pastru, për shkak se i ka parapri diçka para Islamit që i bëhet obligim atij gusli dhe nuk i pranohet namazi, për shembull në momentin kur e pranon Islamin që me fal namazin ose adhurime tjera. Kështu që në këtë rast thot obligohet. Domthon po vrejet që ky mendimi i parë me dytin sikur kanë ngjashmëri, pak a shumë me njëri tjetrin, edhe pse Hanbelit thonë në çdo formë, domthon i parapriu nuk i parapriu, domthon i bëhet obligim gusli, edhe nëse thot është pastru, për shembull, nëse te dikush ka qenë një orë ky pastrimi pas marrëdhënieve seksuale, e ka bën një gjatë tillë, prapë thonë ai do të me u pastru për shkak të hadithit që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka urdhëruar sahabin me u pastru. Mendim kjo është tek Hanafit, domethënë Malikit e Shafit. Mendimi i tretë është mustahab, domethënë është e preferuar në çdo rrethon. Ke çushke, domethënë vetëm për shkak se ka pranuar Islamin, nuk i themi që me pastru, dhe kjo është mendim brenda atyne mendimeve të brenda medhhebeve, domethënë është mendim brenda Hanefive, Malikive, Shafive, dhe është një rivajet tjetër nga Imam Ahmedi. Edhe argumenti i tyre për këtë çështje thonë se kanë pranu Islamin shumë sahabi, shumë njerëz, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk është transmetuar që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i u ka thonë me u pastru secilit kush e ka pranu Islamin. Nuk transmetohet një gjë e tillë. Çështja tjetër është që kur i ka dërgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabit për me bë davet, për shembull kur e ka dërgu Muadh bin Jabelin në Yemen, ajo që i ka thirr, spari ka qenë me i thirr në fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Pastaj me fal namazin, me dhon zakatin, edhe në hadith nuk është përmend që me bë guslin, për shkak se ata kur e kanë pranu Islamin. Allahu alem për mendimin më të saktë në këtë çështje, Sheikh Albani ka mendimin që është obligim, po ashtu edhe Sheikh Ibn Uthaymini. Sheikh Fawzani thot nëse i ka paraprit diçka, domthonjë që ju ka bë obligim gusli, atëherë bën obligim. Sheikh Bin Bazi thot që është e preferuar në çdo rrethon, Allahu alem. Do shta dhe kjo mund tjetë më afër që nuk i bëhet obligim një gjatë tjetër, Allahu alem. Mirë, çështja e radhës që autori e përmendhet, wa mautun, për vdekja. Domthon vdekja është një shkak tjetër që i bëhet obligim guslit. Domthon nëse muslimani des, atëherë bëhet obligim me pastru atë. Kjo për shkak të hadithit të Umu Atijes, domthon kur është pastru vajza e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i kanë thonë pejgamberit ose atyre grave që e kanë pastru, i kanë thonë اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. Pastroni atë 3 herë, 5 herë, ose më shumë se aq, ashtu siç është jeni të arsyeshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë me pastru. Atëherë kjo hadith aludon se një gjë e tillë është obligim. Po ashtu është edhe transmetuar hadithi Ibn Abbasit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që me pastru me ujë, ighsiluhu bima'in wa sidrin, pastroni atë me ujë dhe sidr. Kjo është argument që një muslimani kur vdes do të më u pastru. Mirë po nga kjo çështje përjashtohen disa raste. E para është shahidi, se këto është më mirë me thonë shahidi në luftë është për qëllim, e vrejmë të ndryshimin pak më vonë. Shahidi i cili ka vdek në luftë, që ka luftu për me ngrit fjalën e Allahut subhanahu wa taala, atëherë kë nuk duhet të pastrohet. Pastaj ka khilaf muslimanë, disa kanë thonë është e urryme nëse është pastru, e disa kanë thonë është ndaluar me haram me u pastru. Për shkak se është transmetuar nga hadithi Jabir ibn Abdullah që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tek
tek shahidat e Uhudit, ka urdhru, thot amara bi dafnihim bi dimaihim wa lam yusalli alehim wa lam yughassilhum. Thot pejgamberi sa ka urdhru me i varros, thon ashtu me gjak, ashtu siç ka qenë, në gjendjen që si kanë qenë. Me gjak, ashtu i ka varros. Thot nuk ja ka fal atyre namazin dhe as nuk i ka pastru. Atëherë kë hadith tregon se është urdhër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mos më u pastru shahidi. Mos më u pastru shahidi. Çështja tjetër që përjashtojnë tek Hanbelit është edhe ai që është vrarë padrejtisht. Thojnë për shkak të hadithit të Saidi bin Zeidit që është transmetuar, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men qutila duna malihi fa huwa shahid, ai cili është vrarë, do han për shkak duke mbrojt pasurinë e tij, atëherë ai është shahid. Wa man qutila duna dinihi fa huwa shahid, ai cili është vrarë padrejtisht duke mbrojt fenë e tij, ai është shahid. Wa man qutila duna damihi fa huwa shahid, dhe ai cili është vrarë duke mbrojt veten e tij, domthonë për rreziku që e ka sulmu dhe është duke u mbrojt dhe është vrarë padrejtisht, atë ai është shahid. Wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahid, dhe ai cili domthonë është vrarë duke mbrojt familjen e tij, atëherë ai është padrejtisht dhe ai është shahid. Dhe mënyra e argumentimit që e kanë bën këtë rast, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pe i quajnë shahida. E përderisa domthonë Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka quajtur shahida, atëherë themi që edhe këta përjashtohen nga kjo çështje dhe nuk bëhet obligim gusli dhe varrosen ashtu siç ka qenë. Mirë po, xhumhuri ulemave thotë se nuk një gjë e tillë nuk vlen për këta shahida, për shkak se ajo hadithi që është përmend, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka varros ashtu siç ka qenë, nuk ja ka fal namazin, ka qenë për shahidat në luftë, që kanë luftu për me ngrit fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe argument tjetër që një gjë e tillë nuk vlen për ta është se Omeri radiallahu anhu është vrarë padrejtisht. Po ashtu është vrarë dhe Uthmani radiallahu anhu padrejtisht. Dhe prapë se prapë, dohon ata jo është falë namazi atyre dhe jo është bërë gusull e kështu me radhë. Ndaj është argument i qartë dhe i pra e sahabive për një gjë të tillë. Andaj e themi që mendimi më i saktë inshallah është se këta nuk hyjnë tek shahidi që është vrarë në luftë, duke ngritur fjalën e Allahut subhanahu wa taala, për shkak argumenteve që i përmendëm. Çështja parafundit që autori përmend thotë wa haidun, dhe cikli menstrual. Kjo për shkak të hadithit fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i ka thonë Fatima bint Abi Hubayshin, i ka thonë wa idha adbarat faghtasili wa salli. Nëse cikli domthon ka përfundu, nëse ajo kohë ka përfundu, atëherë thot merr gusull dhe pastrohu. Dhe kjo argument tregon se duhet me marr gusull pas përfundimit të ciklit. Çështja tjetër është nifas, lehunia, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend, ciklin menstrual me një hadith, tek Aisha radiallahu anha, atë haxhin që ka dashur me kry, që i ka ardhur cikli menstrual dhe ka qajt, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë la'allaki nufisti. La'allaki nufisti. Është për qëllim është përmend kjo fjala nufisti, dhe që vjen kjo nifasi. Mirë po, çështja u kon për ciklin menstrual, për hajdhin. Atëherë përderisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hajdhin e ka quajtur sikur lehuni ose me atë mënyrë është shpreh, me atë fjalë që vlen për nifasin, atëherë thotë përderisa i ka bashku dhe i ka bë njëjtën fjalë, e marrin edhe të njëjtin gjykim. Edhe për këta ka ixhma. Ka ixhma të ulemave që obligohet gusli në këtë çështje. Këto janë 7 gjëra që autori ka përmend që obligojnë guslin, pastaj fillon me i përmend sunetet. Se çka është sunet, kur është sunet me bë gusl, dhe për këto inshallah kemë me fol në
dersin e ardhshëm me lejen e Allahut wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.